Prej rreth 30 vitesh 92 vjeçaria Adem Jusufi nga Ura Shtret në Shkodër merret në pajtimin e gjaqeve të familjeve në Asmëri. Ai është pjesë e misionit mbarkombëtar të pajtimit të gjaqeve në Shkodër dhe tregon si e nisi këtë rrugtim ku ka zgjedhur shumë konflikte mes familjeve të ndryshme. Misioni jon u nisi pa ftuar prej kërkuj me përjashtim nga rishitimi vetvetivt i njerëzve larg pamës për situatën e ardhur deri asaj kohe, se prej kolektivizimit që ishna, kolektivizimit bujqësor që ishna, dolëm për vatvek. Pak knaqësina konfliktesh mes palëve, ishin edhe gjaqet vjetrat pa marrë në dorë prej kuj, se ashtu ishte sistemi i mëparshëm, edhe duhet vetvetivt më kriju një mision, duhet të kriju njerëzit si menoj si trashëgimtarët të kohënave të lashta të ardhën, mu bashku edhe më i vonë në vend këto që mos e pas ma konflikte popullsia atë me mrapa. Jusufi thotë se falja gjakut është rrëmëria më e madhe në jetë, sipasi njeriu duhet të jetë besimtar, pasi jetën e merr vetëm Zoti, ndërkohë vetëm fajtori duhet të shkojë te ligji dhe nuk është e drejtë të qëndrojë konflikti në fis, thekson Jusufi. Falja e konfliktit ose gjakut është trimnia më e madhe, është vlera, fisnikëria, burrnia më e madhe që është në jetë. Njeriu duhet me kenë besimtarë, se pas ke besimtarët e i madhi Zot, ka mungesa jetët. Ka mungesa jetët për arsye se i pa besueshmi është i pa ditun vesh si ku mënyra, jo me thonë të vërtetën si kafsha, po i pa ditun nëse s'është besimtari, çfarë do lloj besimit kjoftë. Se ty i kenë besimtar, atëherë i ban mirësit të i madhi Zot, i ban mirësit, se ka emnoj madhi Zot me i ban mirësit. Se drejta të madhi Zot është, si jetën nuk e ka drejtën kurkush i me marrë shoqit, veç ai si ja ka dhënë. Por mungesat tona janë, se unë kam bën kërkesë 2 herë në kongrese të mëdha, si mi e shpalli datë kombëtare me shku vetëm fajtorit e ligji, edhe të tjerë gjithkush me kanë i lirë, dhe mos e pas të drejtë tjetri, me i dalë para, vllat për vlla, djalit për tatin, për kushinin, për dikanin. Vështej cili fajtor për atë që i ka bon Zoti rris me pasi konflikt me tjetër në diçka, ai të ligji me dhanë llogari të ligji, dhe të tjerët me kanë të tanë të lira. Për 92 vjeçarin Jusufi, sot gjakmarrja është me zullumçarëve, teksa thotë se nuk dihet pse vriten. Gjakmarrja sotshme për atë turtin tem është zullumçar Norvedi. A thupëm unë zullumçar Norvedi. Dikur gjakmarrja është bën me një bot kuptim fare të fisit. A shikjue, por sot nuk din kur kush i gjan, vesh merret vesh se u vra djali i finanit, ose u vra në ti, e s'dihet gjan kur sepse është vra. Është një zullum i pa ditun, as familja nuk e din për djalin e vet, o për nipin e vet, o për stërnipin e vet, nuk e din as familja e vet, se pse i ka ardha ai zullum derisa me i vra tjetri. Gjatë regjimit komunist Adem Jusufi është dënuar me 20 vjet internim, ndërkohë gjatë viteve të fundit është nderuar me titull dhe certifikata mirënjohje për kontributin e tij.